Qeveria e Kosovës nuk arriti të shpenzoj gati 120 milion euro nga buxheti i vitit 2024. Përderisa shpenzimet për kategori të ndryshme kanë pësuar rritje, për investime kapitale kanë mbetur të pashpenzuara rreth 200 milion euro të planifikuara, ndërkohë që për të tjera si për transfere sociale, mallra, subvencione dhe paga, shpenzimet kanë qenë më të mëdha krahasuar me vitin e kaluar. Derisa analistët kritikojnë mënyrën e shpenzimit të buxhetit 2024, sipas Institutit GAPT, referua raporti zyrtar të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, mbi 3.195 miliard euro u shpenzuan gjithsej pagesa në vitin e kaluar nga mbi 3.314 miliard sa ishte miratuar buxheti. Ky raport thos se në janar të vitit 2024 janë shpenzuar mbi 140 milion euro, pasuar nga muajt e tjerë me mbi 210 milion euro, përveç dhjetorit ku shpenzuan mbi 580 milion euro. Sipas GAPit, mbi 650 milion euro kanë shkuar për shpenzime kapitale, ndërsa për subvencione mbi 1 miliard e 114 milion euro. Po në vitin 2024, nga dhënat buxhetore, dallojmë që kemë një dinamik më të përshpërtuar të shpenzimit të buxhetit, dhe kjo vetëm në të gjitha kategoritë. Për herë të parë, që nga pas lufta, pra i kemi mbi 3 miliard euro buxhet të realizuar, dhe krahasuar me vitet e mëhershme 2023 apo 2022, edhe në kategoritë kyçe tani kem pra një shpenzim më të lartë, dhe këto e kam fjalën për shpenzimet kapitale. Dallohet që vitin 2024 realizimi i investimeve kapitale ishte në një nivel më të lartë, ose më të thënë ndjeshëm më të lartë se në vitet e fundit, themi 2023 apo 2022. Dhe realisht është shkalla më e lartë realizimit të investimeve kapitale që nga viti 2018. Mirë po, pastaj një gjetje tjetër është që edhe tek pjesa e subvencioneve dhe transfereve sociale, rritja nuk ka qenë e ndjeshme. Pra, është mirë që të mos na shtohet shumë barra buxhetore nga ana e veçmase transfereve sociale si vend. Në vitin 2024 janë mbi 10% rritja e shpenzimeve nga kategoria e pagave. Tek investimet kapitale, vret që trend rritës në dinamikën e realizimit kanë të dy kategoritë, edhe qeveria qendrore, por edhe ajo lokale. Pra nuk vrehet një dallim i theksuar. Trendi apo dinamika e shpenzimit të buxhetit për kapitale është më rëndësi të shikohet si tërësi, për shkak të arsyeve të ndryshme, meq pra mund të ndodhin që vetë edhe bizneset të realizojnë punët apo të finalizojnë punët në pjesën më shumë në pjesën e dytë të vitit, disa të realizojnë në pjesën e parë. Për këtë dinamik të shpenzimit të buxhetit, ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thosë se duhet të rritet llogaridhënia dhe të ketë përgjegjësi. Viti 2024 glen hapësirë për të dëshiruar, ka qenë një buxhet i një vlere prej 3 miliardë 306 milion euro, një buxhet i cili vërtet nuk mund të përmbushë të gjitha objektivat dhe qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë kosovare, mirë po ajo çka vret është fakti që ekonomia kosovare është politizuar. Derisa ka politizim të tillë edhe në buxhet, besoj që Kosova shumë më tepër dëmtohet sa që mbështetet për të zhvilluar. Është një karakteristike e kësaj qeverie, fakti që deri në muajin tetor të vitit 2024 kemi pas një përqindje shumë të vogël të shfrytëzimit të buxhetit, qoftë në komuna, qoftë në nivelin qendror, është mjaft shqetësuese dhe në këtë aspekt besoj që duhet të rritet llogaridhënia, duhet të ketë përgjegjësi, po mbi të gjitha duhet dialog dhe komunikim të mirëfillt. Nëse e bëni një strukturë nga niveli qendror në atë lokal, e shihni që do thotë orientimi i investimeve është shumë më tepër i ngjyrosur politikisht sesa që ka substancë apo ka projekte konkrete, dhe tëra kjo vërtet është duke dëmtuar Kosovën në fusha të ndryshme. Por nga keq menaxhimi i buxhetit të vitit 2024 përveç qytetarëve, besoj koston më të lartë
e pagun sektori privat apo komiteti i biznesit, i cili është kontribusi më i madh në grumbullimin e buxhetit. Mungesa e projekteve kapitale apo mungesa e investimeve në projekte kapitale po e ngulfat zhvillimin ekonomik dhe fuqizimin e sektorit privat, po e fuqizon sektorin bankar dhe në këtë temë sot më shumë fitojnë bankat komerciale se sa sektori privat. Dhe tëra kjo duhet jetë një vërejtje që qeveria, cila do që tjetë në të ardhmen të mos përsëris gabime si në kaluarën, do të kuptohet që në 4 vitet e fundit buxheti total ka kalu cifrën 12 miliard eurosh dhe kur e ke një cifrë të tillë të buxheteve në periudhë kohore 4 vjeçare, besoj që mirëqenia dhe zhvillimi ekonomik në Kosovë është jetë shumë më i madh se që është për momentin. Njëjtë potencon edhe Firat Shala nga PDK-ja për çka thotë se shkaki i mungesës së investimeve kapitale është rritur importi. Në linjat sektoriale ka shkuar vija caktuara të buxhetit që në kategori sociale dhe në disa kategori tjera që nuk kanë paga dhe meditje dhe nuk kanë impakt zhvillimor. Fatkeqësia e madhe ekonomike është sepse investimet kapitale nuk kanë pasur shkallë të mjaftueshme të realizimit. E kjo ka rezultuar pastaj me krizë të madhe ekonomike dhe ka rezultuar me një rritje të madhe të çështjes së relacioneve eksport-import. Fatkeqësisht e ritheksoj dikun rreth 100 milion euro është i rritur shkalla e importeve krahasu me njëjtën periudhë të vitit kaluar. Pra, ne kemi një rritje enorme si asnjëherë më parë të importeve. Edhe kjo lidhet direkt me çështjen e implementimit, gjithsesi realizimit projekteve vendore në kategorinë e investimeve kapitale. Kjo ngecje, ky mos realizim ka reflektuar pastaj edhe në shkallë të lartë papunësisë dhe mos zbatueshmëria e këtyre ka dalur deri tek çështja e asaj që quhet migrim i të rive. Nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk janë përgjigjur për Kosova Press lidhur me shpenzimin e buxhetit 2024 dhe për mënyrën e mbështetjes së sektorit privat. Sipas raportit të GAP, në kuadër të buxhetit 2024, qeveria e Kosovës ka rritur shpenzimet për gati në të gjitha kategoritë gjatë vitit të kaluar krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023, raporton Kosova Press. Për shpenzime kapitale janë shpenzuar mbi 650 milion euro, derisa të planifikuara për këtë sektor kanë qenë 860 milion euro. Në vitin 2023 ishin shpenzuar për investime kapitale mbi 560 milion euro. Ndryshe, për vitin 2025, Kuvendi i Kosovës miratoi buxhetin 3.6 miliard euro, për vitin 2024 ishte 3.314 miliard.